momentin e fundit të shkoj mirë. Nesër ekipet do bëjnë në stërvitin e fundit në Air Albania dhe do jenë 2 konferencat për shtyp për 2 ekipeve, edhe ekipit kombëtar trajnerit Silvinho dhe nga ana tjetër trajnerit serb. Nuk besoj, sepse lojtarët që vinë me origjinë nga Kosova janë lojtarë shumë të rëndësishëm të ekipit kombëtar. Ne po flasim për Gjimshitin, një ndër mbrojtësat më të mirë Serie A, i cili vetëm pak kohë parë arriti të fitojë Kupën e Evropës. Nga ana tjetër, ka lojtarë të rëndësishëm, të cilët janë determinantë në lojën tonë. Ata janë bërë pjesë fiziologjike e ekipit tonë kombëtar dhe nuk është e lehtë që Silvinho të marrë masa të tilla. Megjithatë, nuk është ndeshje e lehtë. Zot Elden, nesër kemi një ndeshje lunë Kosova me Armeninë, është një ndeshje miqësore. Sohen duke përcjell mediat ose sohen duke pasqyruar mediat shqipnike ndeshjen tonë? Nuk besoj që është i njëjti interesim, sepse edhe vetë në Kosovë janë më të interesuar për ndeshjen me Serbinë. Tani mos gënjejmë dhe dalim këtu vetë në Kosovë kërkesat janë të jashtëzakonshme dhe unë di shumë tifoz kosovar që do vinë këtu edhe pse do futen në stadium, do ketë grumbullime tek piramida, edhe aty do bëhet gati si stadiumi i dytë që të shikojnë ndeshjen dhe natyrisht qëllon që kjo ndeshje është ndeshje me Serbinë dhe interesimi për këtë është më i madh. Altin, faleminderit shumë që ishe direkt me neve. Kënaqësi, të jeni mirë dhe natyrisht shpresojmë që të shikohemi dhe të shihemi aq më afër dhe në një ditë profesor Bylbylin do desha ta kisha në programin ton që kemi çdo diel 22:10 në Euronews Albania në Max Sport. Ja ku e ke mundësinë, po ta konfirmojmë nga tani. Jam i gatshëm, gjithmonë jam i gatshëm. Çtunën do shihemi në Tiranë, besoj se do jem atje për ta parë. Po. Altin, faleminderit shumë. Ishim bashkë me Altinin na solli jehonën e Tiranës përsa e takon kësaj ndeshje. Tani unë